përdorin, për ata persona të cilët janë pak më të ndihshëm në gjëra të cilat kanë tartin ose të cilat mund të krijojnë një lloj refluksi ose goksim ose gjëra të tilla të cilat shkaktojnë probleme, qepa shpesh e ka edhe predispozitën e tillë ku ka një degësim të lukthit, ka ankesa të tilla. A ka persona që zguxojnë ta përdorin qepën? Tash është mirë me qenë e përgatitna dhe për shembull në momentin që ushqimet kanë aciditet, që edhe qepa për shembull kur përgatitet ajo aroma dhe bëhet pak më acidike, është mirë me marrë ushqime që kanë bazë për me neutralizu pH-n, se ajo thartira, refluksi vjen për shkak ose çrregullimit që sfinkterit, atij kapakut të lukthit që i thonë kështu në gjuhën popullore, ose për shkak çrregullimit atij, po ajo thartira është për shkak sasisë lartë të asidit që kemi. Mirë është mu neutralizu shija. Për shembull, edhe na zakonisht kuzhina e familjes mundohem